Të shtunën në mesditë, boga e rrugovës ishte një koqire e edicionit të tretë të garës në kërcime akrobatike me skia dhe snowboard Jump to the Max, në organizim të shoqatës së skimit alternativ Snow Njeri. Ishte kjo hera e parë që një garë e tillë organizohet në bogë. Në kërcime me skia morën pjesë 12 garues, ndërka që pas 2 lëshimeve, 2 vendet e para u takuan skitarëve pejan. Dartan Pupovci doli i pari me 2 kërcime të shkëlqyeshme, rrotullim 360 shkallë dhe i ashtu quajturi helikopter në ajër. Besnik Mekaj zuri vendin e dytë. Në kategorinë e kërcimit akrobatik me snowboard ishin 10 garues, ndërka që pas 2 lëshimeve, më i miri ishte meriton Bobaj nga Prizreni, fal një saltoje perfekte. Vendi i dytë takoi Ardit Haxhisefës nga Peja. Fituesit përveç trofeve u shpërblyen edhe me të holla. Vendi i parë 100 euro, i dyti 50 sosh, ndërsa të gjithë pjesëmarrësit morën edhe nga një certifikat. Na kemi pas dëshirë shumë që në Pejë ose në Rrugovë për herë të parë mu promovu ky sporti ekstrem, pra i skimit freestyle që quhet nëpër krejt botën, edhe jemi të kënaqur se kemi pa disa të rinj që nuk kanë bëjnë asgjë me Brezovicën ose skiqendra tjera që jemi mësuar mi pa në fotografi, edhe kanë treguar aftësitë e tyre edhe janë bë pjesë e kësaj historie që është pasur në Rrugovë. Edicioni i parë i garës Jump to the Max është mbajtur në Brezovicë para 7 vjetësh, ndërsa edicioni i dytë në Prevall 5 vite më parë.